Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga gazrat dhe fryrja e barkut, një lugë nga kjo do ju shpëtoj nga ky problem. Dëshironi ta pranoni apo jo, të gjithë keni gazra. Ndodh për shkak të shpërbërjes së ushqimit në zorrën e trashë dhe të gjithë njerëzit i kanë me mesatare 14 herë në ditë. Mirë, po kur teprohen mund të jetë shenjë se trupi juaj dëshiron t'ju tregojë diçka. Jeni duke ngrënë shumë fibra. Edhe pse sistemi juaj i tretjes ka nevojë për ushqime tepër të shëndetshme dhe të pasura me fibra, në mënyrë që ai të punojë siç duhet, nëse ne ham më tepër se zakonisht, mundemi që të shkaktojmë fryrje. Jeni alergjik ndaj qumshtit. Gazrat e stomakut janë një mënyrë e trupit për të sinjalizuar intolerancën ndaj glutenit, gjerësisht produkteve ushqimore. 40 milion amerikanë nuk e kanë enzimën e nevojshme për të tretur prodhimet qumështore. 90% amerikanëve aziatik kanë alergji ndaj këtyre produkteve. Zgjidhni ushqimet e gabuara. Fasulet gjithashtu janë të njohura për shkaktimin e gazrave, por perimet sikur brokoli, lule lakra, mund të jenë gjithashtu ushqime të cilat shkaktojnë fryrje dhe gazra stomaku. Ëmbëlsuesit artificial kanë gjithashtu një efekt të tillë. Duhet të dini gjithmonë efektet e ushqimeve që ju vendosni të konsumoni. Keni nevojë për baktere të mirë. Hani ushqime të cilat janë të shëndetshme për mikrobimet, që të dyja, probiotikët dhe prebiotikët, mbajnë të lumtura bakteret e trupit tuaj. Hani shumë shpejt. Nuk janë vetëm ushqimet ato të cilat fusin ajër në traktin tuaj digestiv. Ngrënia e shpejtë, përtypja e çamçakëzit edhe pirja e duhanit munden që të shkaktojnë probleme. Mund të keni probleme të tjera. Nëse keni dhimbje barku, diare, dallime në jashtëqitje apo humbje të peshës, është një ide e mirë që ju gjithmonë të kujdeseni për mënyrën tuaj të ushqyerit dhe të shkoni tek mjeku. Funksionimi normal i sistemit tretës është një nga parakushtet e përgjithshme dhe është një faktor kyç për funksionimin e organizmit në tërësi. Kjo është edhe arsyeja e rëndësishme se përse ju duhet i kushtoni vëmendje trupit tuaj dhe se si reagon ai. Gjithashtu një jetë e shpejtë duke përfshirë një dietë të tillë siguroi që problemet me jashtëqitje të bëheshin një nga problemet më kryesore shëndetësore të një numri të madh njerëzish dhe një simptom e epokës moderne. Ne këtu do t'ju sillim 3 ndihmës të cilët do të ndihmojnë në fillimin edhe të tretjes më kokfort. Ujë të ngrohtë me limon. Shtrydhim një limon të plot në një gotë me ujë të vakët dhe pijeni. Ju gjithashtu mund ta konsumoni këtë pije si një masë parandaluese për të parandaluar dispepsin, vaj ulliri dhe limon. Gjithashtu një lugë vaj ulliri, opsionalisht të holluar me lëng limoni natyral. Ky ilaç shtëpiak për fillimin e tretjes është mirë që të konsumohet në mëngjes me stomakun bosh. Sot buke dhe ujë të vakët. Përzieni gjysmë lugë të vogël sot buke në një gotë me ujë të vakët. Ky ushqim është i njohur prej brezash si një aleat i tretjes së dobët, por është e rëndësishme të theksohet se duhet të përdorni vetëm sodë buke pa alumin, të cilën ju mund ta gjeni në farmaci. Mirë, po duhet të mbani mend që këto receta nuk rekomandohen për ata të cilët vuajnë nga ulçra në stomak. Gazrat janë një përzierje 59% nitrogjen, 21% hidrogjen, 9% dioksid karboni, 7% metan dhe 4% oksigjen që ndodh për arsye të ndryshme duke filluar nga ajri i gëlltitur dhe deri tek reagimet kimike të cilat ndodhin në zorrët tona. Gazrat duhet të largohen disi, prandaj zorra e trashë është një mënyrë mjaft e mirë për ta lejuar këtë. Mirë, po jo të gjithë gazrat janë krijuar në mënyrë të barabartë.
Si që dini, jo të gjithë gazdrat mbajnë erë, mirë po në këtë video ne do të flasim pikërisht për këtë fenomen. Çfarë do të thotë domethënia dhe forma e gazdrave? Gazdrat pa erë. Sipas disa statistikave, shumica e përbërësve të gazdrave nuk kanë erë. Vetëm 1% e përbërësve e shkaktojnë aromën e keqe dhe fajtor për këtë janë gazdra sulfurik nga zorët. Gazdrat të tillë janë si rezultat i ajrit të tepërt në trup dhe janë plotësisht normal dhe të shëndetshëm. Gazrat me erë pak të keqe. Ka shumë ushqime të shëndetshme të cilat i shkaktojnë gazrat që të mbajnë erë, që do të thotë se gazrat me erë të keqe nuk janë ndonjë brengë serioze. Brokoli dhe mishi i kuq munden që të jenë fajtor për këtë fenomen. Gazrat me erë shumë të keqe. Mendojmë se këtu duhet të filloni dhe të shqetësoheni pak dhe jo vetëm në jetën shoqërore, por edhe në shëndetin personal. Gazrat me erë shumë të keqe mund të jenë shenjë e një problemi serioz shëndetësor. Shumica e njerëzve nuk janë tolerantë ndaj laktozës dhe nëse keni nivele të larta në këtë spektër, atëherë kjo i shpjegon këtë lloje të gazdrave. Gazrat e shpeshta. Zakonisht veganët përjetojnë gazra të shpeshta si rezultat i ushqimeve të pasura me karbohidrate të cilat i konsumojnë. Sidoqoftë në qoftë se ju përjetoni fryrje të barkut apo nëse era e keqe ju shoqëron në gazrat e shpeshta, atëherë duhet të shkoni tek doktori sepse mundet që të jeni alergjik ndaj ndonjë ushqimi specifik. Vlen të ceket që sipas një studimi të kryer nga universitetet e ndryshme, thithja e sasive të vogla të gazit mundet që t'ju mbrojë nga sëmundjet e këqija. Nëse vuani nga fryrja e barkut, ne ju këshillojmë që të konsumoni këto çajra. Fryrja e stomakut është vërtet irrituese dhe e bezdisshme, veçanërisht nëse ju ndodh shpesh pas ngrënies. Zakonisht këto probleme janë të padëmshme, por në disa raste munden që të jenë simptom e ndonjë sëmundjeje të fshehur. Çaji i energjikut. Çaji i energjikut e qetëson stomakun dhe largon fryrjet. Duhet që ta pini në darkë për të ngadalësuar trazirat në stomak. Për një filxhan me çaj juve do t'ju nevojiten 7 deri në 10 të gjethen energjiku dhe 250 ml ujë. Nëse dëshironi mund të shtoni mjalt ose limon. Në disa raste të tjera mundet që të shtoni edhe akull. Xhenxhefil. Çaj me xhenxhefil, mjalt dhe limon është shumë i mirë kundër gazdrave dhe fryrjes në stomak. Përbërësit e xhenxhefilit gjithashtu kanë aftësinë që të qetësojnë zorrët tuaja dhe të largojnë çdo inflamacion të mundshëm. Mjafton që ju të zini 1 deri në 2 cm xhenxhefil të grirë holl në ujë dhe më pas të shtoni mjalt dhe limon dhe ta pini para ose pas vakteve. Çaji i kamomilit. Çaji i kamomilit është shumë i dobishëm kundër fryrjeve dhe problemeve me tretjen dhe urthin. Çajin ju mundet që ta shoqëroni njëkohësisht edhe me mjalt ose me lëng limoni. Për një filxhan me çaj juve do t'ju nevojitet 1 lugë çaj kamomili thatë dhe 250 ml ujë. Uji me limon është shumë i mirë për shpërbërjen e duhur të ushqimit. Sipas informacioneve, uji pastron sistemin ndërsa limoni përmirëson tretjen. Ujin me limon mund ta pini sapo të zgjoni për një fillim sa më të mbar të ditës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!